22 kur zëri yt në telefon u ndi një lajm I hidhur që na thonte syt se lëngonte trupi se I sëmurëje. Në Korfuz vrapuam me shpirt me dëshirë, me bërtim pas teje, me ankth dhe me nëzitim. Në janin të dërguam duke pritur drit, por fati I rëndë s'të dha do të shpëtim. Më 31 në ato perim unë lodhëm të gjithë motra e vëllezër, po si t'ja thonim nënës këtë trishtim, si t'ja thonim babajt se s'ka jetë tjetër. Ti nurin e vogël e le jetim sot, e nipin e Idenit me shumë mal, ai që lutej shumë e dert dhe lot, që Zoti të të mbante të kishte gjallë. Duar art ishe punëtor I ro, shokët se besojnë që ti më nuk je, shtëpia jo të bosh na djeg si zjarë, kur kalojmë pranë ty s'të kemi ne. Na duket si kur dalje në balkon, si vëlla, si shok, si që na ke mësuar, kudo që shkel vëlla mendja të kërkon, kujtimet reshtojnë me ty duke biseduar. Ka miri që të deshije në trishtim beti, që syt kudo hedhe ty nuk të gjen, ti do jesh në zemër sa të rjedhi jeta, deri në frymën e fundit kujtimi yt vjen.